Ju jeni dëshmitar se unë prej 3 vitesh denancoj publikisht aeroport në Vlorës për 2 arsye madhore. Arsye e parë madhore që unë kam denancuar aeroport në Vlorës është korupcioni mbi të cilin ngrihet kjo vepër e infrastrukturës dhe që u kushton qytetarëve shqiptar çmim të tmerrshëm. Unë kam denoncuar para jush se kontrata e Edi Rams Lubi Ballukut me ndërtuesin e aeroportit parashikon, është shumë interesante, ndiqeni, parashikon që qeveria shqiptare të paguaj për 10 vite me radhë të gjithë biletat në numrin e parashikuar. Sipas kësaj kontrate ultra korruptive, qeveria do i paguaj çdo vit 9 milion euro, mbi 9 milion euro koncesionarit dhe mundët dhe më shumë. Qeveria pra, shqiptarët, do paguajnë në 10 vite 135 milion euro. Do paguajnë edhe 20 milion euro më shumë se çka kushtuar aeroporti vetë, dhe koncesionari do të shfrytëzojë aeroportin për 35 vite me një fitim të llogaritur 700 milion euro. A ka njëri në botë që mund të firmos një kontratë të tillë, më thoni? Koncesionari ndërton koncesionin, ndërton veprën. Natyrisht, në ato 700 milion euro është stër fitimi i tij. 700 milion euro janë 5 herë, minimumi 5, po dhe më shumë 6 herë, kosto e ndërtimit. Dhe kjo jo. Në vend se të paguaj taks paguesve, fin koncesionare, taks paguesin shqiptari paguajnë kësaj kompanie për 10 vite, rreth 130 milion euro. De facto, këto ndahen midis lubis dhe koncesionarit, së ndryshe nuk mund të ketë kurrë. Nuk mund të ndodhë një gjë e tillë. Pra, në vend se t'i paguaj shtetit fin koncesionare, nga viti i parë, x sa mund të jetë 1, 2, 5, ajo është pastaj sipas marrëveshjes, shteti u paguan atyre, qytetarët i paguajnë lubis edhe Rams edhe koncesionarit 130 milion euro, pra një 20 milion, më shumë se të gjitha shpenzimet për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Tani që aeroporti po i afrohet fundit, janë prish pazaret. Tani si do t'i ndajmë? Dhe tani ka shpërthyer aty një grinje brendshme. Por mos më intereson grinja aty, kategorikisht, absolutisht. Po më intereson një gjë tjetër shumë, që është jashtëzakonisht e rëndë. Inxhinieri supervizues i pistës
ja ka mbathur është ratist në Britaninë e Madhe. Dhe burime serioze më thonë mua që asfalti dhe pista janë jashtë të gjitha standardeve, kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndaj dhe supervizori është aratisur. Është në Londër. Njeriu që ka përgjegjësi për çdo centimetër katror të cilësisë në atë pistë. Kjo përveç vjedhjeve të mëdha, kjo ka dhe një problem madhor, siguria e jetës njerëzish. Ju e dini që unë kam qenë kundër ndërtimit të atij aeroporti, të cilën Lubia e servirte më të madhe si më i madhi në Ballkan. Më i madhi në Ballkan me krenari të madhe, se zori madh të shtrosh një pistë. Më i madhi në Ballkan. Më i madhi në Ballkan në një zonë ku aktualisht nuk janë më shumë se 18.000 shtretër. Nga të cilët, si që dini, si që jemi dishmitarë të gjithë, 2 vit të fundit, mbi 80% e tyre zihen nga shqiptarë. Jo të huaj. E vërteta është kjo. Me gjithë magjin, magjepse dhe mahnin që paraqet Bregu i Jonit, nuk arriti të bëhet një atraksion, dhe një artikujt, shifri flukset, nuk arriti, dhe ka arsye shumë të thella. Pse? Nuk arriti të bëhet një atraksion për turistët e huaj. Jo. Shifrat flasin vetë. Pamjet filmike dhe të këtij vitit kaluar flasin vetë. As kërkum, në asnjë lloj parametri, një aeroport aty nuk qëndron. Po, qëndron të plotësisht një aeroport i vogël në Sarandë. Ka qenë pista gati, ose qëndron të plotësisht një aeroport në zonën midis Firit dhe Vlorës, zonë në cilën përfshinte Beratin, Gjirokastrën, përfshinte të gjithë jugun. Dhe jo vetëm Bregun. Por këto janë njëri aspekt. Aspekti më dramatik i këtij aeroporti është shkatrimi i lagunës Narts. Shkatrimi i lagunës Narts është krimi më i rënd mjedisor në Shqipëri, në Ballkan, dhe mund të krahasohet, edhe nuk mund të krahasohet as me krimet monstruoze që janë kryer në Bashkimin Sovjetik, duke zbrazur liçej dhe mbyllur liçeje të tjerë me radhë. Nuk prishet habitati shekullor i vendosur. Për bën krim të shëmtuar. Unë ju tregoj ju them ju, kur ndërtuam rrugën Levan Vlorë me hua të marrë nga Banka Europiane, u detyruam ta ndryshojmë projektin me një kosto shtesë jo të vogël, vetëm për t'u larguar zonës habitatit, për të mos dëmtuar habitatin.
Dhe ky shkoi ndërtoi aeroportin aty. I ka dhënë një 100 hektar aty për rreth se do të ndërtoj vetë tani me klanet e tij mafioze e tjerë e tjerë. Pra, nuk merrem me çështje që kanë midis ortaksh. Unë merrem me atë që jam marrë 3 vite me radhë. 3 vite me radhë unë kam ngritur, se është e pa imagjinueshme që të paguajmë udhëtarët e munguar. Që s'ka shtetër. Shkoni ju. Ku ka shtetër? Shkoni bëni një hetim. Filloni nga ujë ftohtë, gjerë në Ksamil. Edhe pyesni pronar, sa të ujë kishin? Po pse munges aeroporti? Jo, po është Tirana. Ja kur Korfuzi, pra ajo është një zonë aksesueshme. Por dhe njëherë, ajo nuk përmbush kushtet për turizmin e huaj. Në qoftë se Veriu ka patur 80% turist huaj, Jugu nuk ka patur as 10-15% turist huaj. Veriu i ka patur se ka atë trekking. Ata që vinë me udhëtue, dohën që vinë me çanta në krah, që zgjejnë hotele, flenë çadrat e tyre që i marrin krah, por ka patur. Dhe vërteta është që Thethi, Valbona, që janë 2 ngulimet, 2 qytezat kryesore, kanë patur të huaj në tërësinë e tyre. Dhe pjesë të tjera, kurse Jugu shumë më pak. Tirana ka. Jugu ka mungesa shumë të mëdha infrastrukturore, dhe kjo është arsyeja, ka bukuri mahnitëse. Po mënyrën se e kanë trajtuar këta Jugun, barbare. Imagjinoni ju, do vija ju me 300, me 500 euro shtratin, apo 200 euro, ku s'ka ujë për t'u la. Ku nuk shkon dot nga Dërmiu në Himar për të vizituar Kështjellën, se s'ka transport. I izoluar sikur të ishte një fshat i vetëm, për shkak të mungesës transportit. E kanë papra, kanë zhvilluar vetëm si ta vjedhin. Tuneli Llogaras, që shkurtoj ka, 220 milion për të shkurtuar gjithsej 13 minuta, 12 minuta. Nuk ka njëri në botë që bën një shpenzim të tillë përveç Hajdu dhe Rama Lubi. Nuk të nërtën kush atë. Dhe u pret një pamje prallore që t'jep qafe e Llogaras. Po, donë të ato 200 milion, nërti, kryo, ujrat, e bardha, ujrat e zeza, jep përgjigje përfundimtare gjithë bregun. Po të është të merë. është të merë. Shkoni në Himar, shkoni kudo, i derdhin gjitha ndet. Saranda. Pra, janë të gjitha aferat korruptive. Kjo është një lloj si djegësi Tiranës, po del edhe një djegës tani, por nuk do harrohet as djegësi as ky. I mbyll Altin Troplini, por nuk i mbyll kur drejtësia ato. Zoti Berisha, krahas problemeve me aeroportin e Vlorës, që ju thoni se tashmë ka ndalë në dritë për shkak të prishjes së pazareve,
Zgjedhjet vendore, pjesëme vendore që janë në sfond, në fakt po tregojnë një problematik edhe në radhët e opozitës. Partia Demokratike kishte deklaruar se do të mbështeste një kandidat të pavarur që vinte nga shoqëria civile, siç është zoti Dionis Sota, që duket se është prezantuar tashmë. Por këto ditë një tjetër kandidatur ka dalë në dritë, ajo e zotit Gjergjenika, që është edhe antar i Këshillit Bashkiak të Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Vlorës. Ju, zoti Berisha, do ta mbështesni këtë kandidaturë, cila do të jetë qasja e Partisë Demokratike ndaj dy kandidatëve tashmë të shpallur nga radhët e opozitës? Spari, ajo është s'ka asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Ajo është këshilltar i propozuar nga ish kryetari i Partisë Basha me Ali Bey, se lidha asgjë me Partinë Demokratike. Kështu që të shprehet, të pyet se me këdo shpreh, këdo mbështes Partia Demokratike do mbështes kandidatin që ka deklaruar se do e mbështes. S'ka asnjë lidhje me atë kandidatin Kalp. Po nuk ka thënë, edhe ai s'ka thënë që jam i Partisë Demokratike. I opozitës. Jo, i opozitës s'ka opozitë, ai ka thënë me i pavarur. I pavarur e fut. Tjetër problem pastaj. Okej. Do të qëndroj sërish në Vlorë. Ditën kur u mbajt në Tiranë protesta në mbështetje të liderëve të UÇK-s, u vure mungesa e liderëve të opozitës, ashtu sikurse ju kishit deklaruar që nuk do të merrnit pjesë në protestën që do të mbajë, duke qenë se ju kishit akuzuar se mund të ishte një protestë e cila mund të përdorej politikisht nga kryeministri Edi Rama. Por përfaqësuesit e opozitës nuk munguan. Një prej tyre ishte edhe zoti Bujar Leskaj. Si e komentoni thyerjen e vendimit politik të zotit Leskaj për të marrë pjesë në atë protestë, në kushtet kur zoti Berisha, për t'ju kujtuar, dhe këtu më kanë ardhur në ndihmë edhe kolegët e mi që mbështesin zhvillimet, që mbulojnë zhvillimet në Partinë Demokratike, zoti Leskaj jo vetëm që nuk ka respektuar, po themi, këtë vendim politik të Partisë Demokratike, por duhet kujtuar që zoti Leskaj është mbase ndër të paktën deputet të Partisë Demokratike që nuk kanë nënshkruar kërkesën për shkarkimin e presidentit, është nga ata deputet që i ka dalë kundër vendimit të Partisë Demokratike për primaret e kryetarëve degëve, është i vetmi që ka votuar kundër kryetarit të grupit Partisë Demokratike, njësër vendimesh tjera që në fakt shkojnë kundër linjës apo kundër vendimeve politike të Partisë Demokratike. Keni një koment? Tani, së pari, është trillim dhe shpifja. Ajo që thonë se ka patur një urdhër, nuk ka patur kategorikisht asnjë urdhër. Më falë. Jo, thonë vetë. Tani do më falë shfesë. Jo, së shtryshe, nuk ka patur asnjë urdhër për të marrë apo për të mos marrë pjesë në protestën e UÇK-s, e organizatës së UÇK-s. Nuk ka patur. Së dyti, duke mbështetur plotësisht kauzën e drejtë, luftën e drejtë të luftarëve dhe udhëheqësve të UÇK-s për liri dhe dignitet kombëtar në Kosovë, unë i kam shprehur gjithë konsiderantat. Absolutisht denoj manipulimin e të mërshëm me këte kauzë të Edi Ramës dhe cili do kujt tjetër. Cili do kujt. Të hedhësh poshtë rezolutën për genocidin serb, nuk shkoj në termat e hershme të popullit. Jo. Por deklaroj se ke dëshmuar jo vetëm që se je një shqiptar, një anti-shqiptar i betur, je një vegël, një argat miran i ultranacionalizmit serb,
por je një problem, je një njeri me një deficit të tmerrshëm të njerëzisë dhe karakterit njerëzor. Sepse genocidi, vrasja e njeriu të pafajshëm vetëm se i përket një etnie tjetër, është krim i papranueshëm për çdo njeri të qytetruar. Dhe kjo ka ndodhur në Kosovë me dhjetra herë, me qindra herë. Dhe kjo ka ndodhur ndaj shqiptarëve nga vitet 870 gjerë në vitin 1999 nga serbët në mënyrë të përsëritur. Dhe kjo barbari ekstreme, si që është genocidi, është i regjistruar në analet e kohës. Nuk është i shpike, nuk është i krijim i propagandës shqiptare. Mjafton të lexoni ju shkrimet dhe librin e Lev Davidovich Trotskit, i cili ka qenë korrespondenti një gazetës, mos gabohem, Novoje Vremja të Kijevit, në Shkup ka qenë, dhe ka përshkruar barbari të paimagjinueshme, kur Vardari ishte i mbushur plot me koka dhe trupa shqiptarësh, pas betejës Kumanovës. Mjafton të lexosh libra të ushtarakëve britanikë që shoqëruan ushtritë serbe dhe ishin dishmitar të barbarive të tyre, të cilët thonë ata të papërshkruara në asnjë luftë të mëparshme. Të papërshkruara në asnjë luftë të mëparshme ndaj shqiptarëve. Dhe kur i pyetëm si ka mundësi që ju bët këte ndaj lumjanëve, na u përgjigjen se e bëm se këta janë serbë të shqiptarizuar dhe na kanë tradhtuar. Vetëm që mos ishte genocid. Pra, genocidi ishte ciklik. Edi Rama mbron etrit e tij biologjik se një genocidi të mërshëm. Në të mërshmi pas luftës dytë botërore, pas katimit. Ka ndodhur në Tivar, kur si pas burime dikush thot 3.000, dikush thot 4.000, të tjerë thonë 6.000, ama që të gjithë djemë shqiptar, të mbledhur nga vatrat e tyre, vetëm për të shkatruar në maksimum fuqin që e qëndresës shqiptarëve, njerëz si të parmatosur janë mbledhur, kanë kaluar nga Morina, Kuks, Fushars, Puk, Shkodër, Bun, drejtë Tivarit dhe janë ekzekutuar në një natë me mira prej tyre në një grop të madhe, natyrale. Këto të gjitha janë pra genocide ciklike. Pas tyre vjen lufta në Kosovë. Ju e keni vizituar ndoshta Kosovën. Shkoni në Krush, shkoni në Raçak, shkoni në kudo që të shkoni. Janë mbi 10.000 civil të pafajshëm të ekzekutuar vetëm se ishin shqiptarë. Nuk po llogaris luftarë, janë 2.000 luftarë, se ata i kanë Kosova dëshmor di ka për i të vërteti. Nuk ka si Shqipëria. Nuk ka si Shqipëria që thot 28.000 dhe i mashtron 8 ose 10 herë. Po sa i mashtron? Jo, ata i kanë me emër mbi emër.
emër mbi emër, dati ka të gjitha. Kanë dhe librin, mund t'i mirë t'i shifni, nuk kanë ata, nuk shtojnë asnjë, nuk heqin asnjë, aq sa janë 2100 ose diçka kësaj natyre. Pra, pakta janë mbi 10.000 viktima. Po ajo që do të them prapë këtu që më ka tronditur shumë. Nga këto viktime janë 1400 fëmijë. Dhe kur i shifja unë ato zonja në parlament, nëna, motër, gra, që votonin kundër dënimit të vrasjes së 1400 fëmijëve, ç'të them? Në Kosovë ka një muze, edhe ai muze është i ndërtuar vetëm mbi këpucët e voglushve. Me këpucët e voglushve, kaq. Se ku i qetën këte forës? Çfarë race shpifur njerëzore janë këta që nuk dënojnë genocidin? Çfarë përfaqësojnë ta? Nuk mund të s'kanë gjë të përbashkët as me shqiptarin, për jaja se as me njeriu në qytetëror. Ky është komenti im për përpjekja për të manipuluar, për të përçap, për të përdorur një lëvizje kundër qeverisë Kosovës, është gjithashtu armiqësore. Është armiqësore, është antikombëtare. Mund të kesh 1, 2, 5, 10 vërejtje. Po ajo qeveri që është sot pushtet, ajo ka marrë çdo koste duke votuar kundër asaj gjykate. Unë që flas këtu kam qenë pro gjykatës. Nuk e mohoj, nuk jam si aju. Nuk kam shkuar në Kosovë për t'i bërë presion kërkujt. Jo. Por unë nuk kam qenë kundër gjykatës. Kurse ai tani, ai që shkon në Kosovë me helikopter për të bindë këte atë, tani del shan trufullon vetëm për të paraqitur si patriot. Po ti besosh patriotizmit të Edi Rams, do të thotë të mashtrosh veten tënde në çdo gjë. Këti problem do t'i ndihmosh ata. Po, merr vendim qeverie, jepu për avokatrit. Të duket se s'po ka dhënë 10 milion qeveria dhe parlamenti tyre. Po e supozojmë. Ç'pun këti që të përdorish këtë për qëllime elektorale kundër qeverisë? Makabër, turp. Njëri që s'knjef asnjë lloj norme. Do të mendon se me makinacion manipulime të tilla mund të fshi nga memoria e kombit si njeriu që sa erdhi në pushtet nxiti me çdo kusht në ndarjen e Kosovës. Ndryshimin e kufive, janë me dokumenta këto të gjitha, jo se i them unë. Si njeriu që pasi dështoi me ndarjen, kaloi tek Ballkani i hapur. Në Ballkanin e hapur harta ishte Kosova pjesë e Serbisë. Si njeriu që deklaroi me 10 herë veriu i Kosovës toka e askujt, Mitrovica toka e askujt. Si njeriu që mori nga Beogradi statutin e komunave të veriut të Kosovës dhe e paraqiti si në emër të Sorosit. Si njeriu që mbështeti projektet e Miloševićit vulosura tashmë nga monstra e njerëzimit George Soros dhe fondacioni i tij. Janë kështu këto apo jo? A mund të thotë i pari që do i vendosë sanksione qeverisë Kosovës, si mund ta bëjë
po ti, jo vetëm qeverisë Kosovë, po ti ka një kod me komshit. Ti s'mund t'ja bësh komshiut ato. Ajo është mas ekstreme. Ajo është mas para lufte. Dhe ky se s'duhet përdor ato gjuhën që meriton, ky i vendos sanksione. Nga pozita shqiptarësh nuk mund të gjesh asnjë lloj fjale tjetër përveç tradhtar, më i keq pas Enver Hoxhës i shqiptarëve në tërësi dhe Kosovës veçanti. Zoti Berisha, për t'ju rikthyer edhe një herë çështjes së aeroportit të Vlorës, ka zëra në media që flasin për një rikthim të rusëve. Me informacionet që ju keni, a e shihni këtë si çështje sigurie apo thjesht një histori korrupsioni? Faleminderit. Kjo është krye kaput një çështje korrupsioni madhor. Korrupsioni madhor evident që rëndon mbi shpatullat e qytetarëve më të varfër të Europës. A ka këtu interesat të agjenturës huaj? A ka interesat të Taulan Balsë, Arber Abazit, përveç Edi Ramës dhe Lubi Balluku? Mësoj e keni marrë vesh që Arbëri është dhandri Belindës, i Lubis, po ka vazën e tezës, se ju s'parameri shumë me këtu. Urdhë? Pa jo, vazën e tezës të bje si vetje, jo si pas vetës vjen e dyta. Vjen kushërirë e parë. Kushërirë e parë. Jo, është kushërirë e parë, më thujti mua. Ajo është kushërirë e parë. Po. Unë e kuptoj. Pra, është një vjedhje të mërshme, familjare. E tjera, do i marrë, kjo është një çështje që, por nuk do, po kaq sa, po thuj, se 130 milion euro, janë shumë të mërshme. Por do merren vesh në vazhdim. Këta së fundi duhet të informoj shqiptarët se Gjushi, si pas shumë të dhënave, është larguar nga vendi në drejtim të paditur. I bëj thirrje të tregoj vendin ku ndodhet. Dhe historia është kjo. Këtu deklarova unë ose në parlament se tani po përdoret policia nga bandat për eliminim e njëra tjetrës. Ju kujtohet ju para një javë apo para 2 javësh kur u vendos Tritoli në makinën e Gjushit. Është kjo kështu? Tritolin Gjushit me sa duket ja vendosi Aldo Abdylaj, i cili i thot Gjushit, Tritoli është vetëm për lajmërimi, se ti që më ke kërkuar të bëj të gjitha krimet që ka kryer ai vetë, unë t'i kam plotësuar. Të t'jap votat që donë, unë t'i kam dhënë. Dhe ju tani të gjithë, mbroni Elvis Doçin dhe nuk pyesni ma për mua. Pra, këto fjalë, si pas qytetarit digital, Aldo Abdyli ja ka thënë dhe një bujar është nëndrejtori i policisë Durrësit. Dhe kjo është arsye sepse
u arrestue, në fakt kjo është arsyeja, sepse Altin Troplini, që mbron Elvis Doçin, arrestoi Aldo Abdylin me bujarin, edhe bujarin. Çfarë ndodh tani? Bandat më të fuqishme po qërojnë rivalët e tyre nëpërmjet institucioneve që kontrollojnë. Kjo ndodhi dhe në Elbasan, kjo po ndodh në vendet tjera. Por të gjitha këto të gjushit, janë, natyrisht, janë nga qytetari digital, po e vërteta është që këto që i thash unë, qytetari i ka binje, i ka shumë të sakta. Mendoj pa. Pyetje? Nuk ka. Miru pafshim.